Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit në Burg dhënë nga gjykata e shkallës së parë për nipin e Ardian Bitraj Klevis Bejtaj. Klevis Bejtaj akuzohet për moskallëzim krimi lidhur me skandalin e vjedhjes së Bankës së Shqipërisë dhe kishte apeluar masën e sigurisë të dhënë nga gjykata e shkallës së parë. Sipas prokurorit, Bejtaj kishte dieni për vjedhjen e thesarit të shtetit, por nuk e ka denoncuar. Ndaj ka shumë gjasa që ndaj tij të ngrihet një akuzë re. Seanca për masën e sigurisë për Klevis Bejtaj u zhvillua me dyert të mbyllura. Në përfundim të seancës, avokati mbrojtës e cilësoi vendimin e pabazë. Sipas tij, për këtë vepër penale nuk mund t'u japësh mas arresti me burg, ndërsa paralajmëroi rekurs në gjykatën e lartë. Që nesër do të përgatisim rekursin për gjykatën e lartë, pasi e quajmë së pari dhe ndalimin të jashtëligjshëm, pasi është bërë me iniciativë të policisë gjyqësore jo me urdhër të prokurorit të çështjes. Njëkohësisht, një vepër penale që ka në marzhin e dënimit gjob dhe 3 vjet burgim nuk mund ta paragjykosh me sigurimi i arrest burg. Kjo tregon që burgjet shqiptare po fryhen artificialisht me vepra penale të cilat janë pa rrezikshmëri shoqërore dhe pavarësisht jehonës në shtyp që ka bërë kjo, ne jemi jashtë kësaj ngjarje, nuk jemi pjesë, ashtu siç ne kemi ndëshkuar si ngjarje të rëndë, por aktualisht ma shkak nga juve që nuk mund të ri një njeri për moskallëzim krimi, 4 javë pa takuar me avokatët, 4 javë pa në kushte të rënda izolimi, pa u kontaktuar me familjen e vet, në kushte mizerabël, sikur na shkujtuar të si e dikpushme. Prokuroria dyshoi pasi ai shfaqej në pamjet filmike të kamerave të sigurisë të instaluara në godinën X në Linz, pak ditë përpara se të shpërthente skandali vjedhjes së thesarit. Klevis Bejtaj shkon aty me makinën e tij dhe takohet me ish-përgjegjësin e Argës Tok Ardian Bitraj. Në krye të herës hetuesve u sa se kishte shkuar krejt rastësisht të takonte të afërmin e tij. Më vonë Bejtaj ndryshoi dëshmi duke deklaruar se kishte shkuar pranë godinës së thesarit për t'i çuar Ardian Bitraj një ilaç për dhimbjet e kokës. Ndryshimi i dëshmisë çoi në dyshimet e hetuesve se Bejtaj mund të ketë bashkëpunuar me Bitrajn duke bërë transportin e parave, që tashmë është e vërtetuar se ato nuk janë lënë në kazino nga ish-përgjegjësi Argës Tok, por dyshohet se janë nxjerrë jashtë vendit. Ndërkaq, Prokuroria e Tiranës firmos fletëthirrjen për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani për të dhënë shpjegime mbi skandalin e vjedhjes së shumës prej 713 milion lekësh nga thesari i shtetit në Linz. Lajmi konfirmohet për gazetën shqiptare nga zyrtar të lartë në prokurorinë e përgjithshme, të cilët thanë se guvernatori Fullani i është dërguar ftesë për paraqitje, pasi nuk është person i dyshuar apo nën hetim. Ftesë për paraqitje është firmosur edhe për të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, për zvenc kryetarin Elizabeta Gjoni, që është njëkohësisht edhe zvenc guvernator e bankës, si dhe për anëtarët Petraq Milo, Dhori Kule, Ela Golemi, Ermelinda Meksi dhe Ardian Civici.